Parodistët e Vlorës kanë treguar se janë të pasvendësueshëm. Edhe pse sot janë në pension, Afrima Galliu dhe Agron Hamo nuk ndajnë as shpirtërisht, por as fizikisht nga skena dhe teatri Petromarko. Dikur ishin 4, por sot në jetën aktive janë 2. Afrima Galliu dhe Agron Hamo u bën pjesë e varietes Halli Hallit nuk i ngjan, që u ngjit në dhjetor me rastin e festave të fundvitit në skenën e teatrit Petromarko. Deri më tani duket se nuk kanë pasues. Pavarësisht se Afrima Galliu në rolin e regjisorit të kësaj shfaqje thot se element të rinj ka, madje i ftoi që të bëheshin pjesë edhe kësaj varieteje, pavarësisht se ata zgjodhen një tjetër angazhim. Afrima Galliu dhe Agron Hamo ndihen mirë nëse do të ketë të rinj të talentuar që do t'i zvendësojnë ata një ditë. Element të ri ka, patjetër që ka. Është Albi Merkaj. Dhe për të sqaruar, për të qenë korrekt, unë të paktën si regjisor, ka marrë njoftimin, jo vetëm njoftim, po një urdhër që në këtë shfaqje të jenë edhe të rinj, parodistët e rinj, të cilët unë jam ai që i kam evidentuar. Por ata kanë një angazhimin e tyre, erdhën këtu, morën dhe materialet në ndam, po mbas 3-4 ditësh ata vendosën të bëjnë një shfaqje të tyre, pra janë të angazhuar me atë shfaqje dhe ne ju urojmë suksese edhe atyre dhe aq më mirë që ka aktivitete në fund vitit. Falënderime për ringjitjen në skenë të Afrima Galliu dhe Agron Hamos edhe nga Artur Dhamo, drejtori i teatrit Petromarko. Diskutim ishte një nga objektivet e para të mjet, që në këtë rast duhet falenderoj shumë të dy mjeshtrat që ju përgjigjen thirrjes, morën përsipër vënien në skenë të kësaj varieteje. Se sa i kënaqur jam, mendoj që kjo është një punë ose një vazhdimsi e bërë në vite. Varieteja nuk fillon me Arturin, nuk fillon në këto momente. Ne përpiqemi që ta mbajmë gjallë dhe të mundemi të lëmë edhe vazhdimsinë. Pikërisht, ky është edhe, si thua, në një farë mënyrë formati që është zgjedhur. Gërshetimi i gjeneratave, duke filluar nga më të vjetrit, duke respektuar dhe mundësisht të krijojmë edhe vazhdimsinë me brezat e rinj, me aktorët e rinj. Afrima Galliu, Agron Hamo, Muhamet Liko dhe Mane Lumani janë 4 parodistët e Vlorës të pandarë shpirtërisht, por në fakt vitet dhe jeta bëjnë të vetën. Tashmë ata kanë mbetur 2 në jetën aktive, Afrima Galliu dhe Agron Hamo, të cilët përpiqen që të vijojnë të mbajnë të gjallë traditën e parodisë vlonjate, duke mos shuar buzëqeshjet dhe argëtimin tek vlonjatët dhe jo vetëm. Së fundmi ata ishin pjesë e Halli Hallit nuk i ngjan, që u ngjit në skenën e teatrit Petromarko të Vlorës. E duket se drejtori i ri i këtij institucioni Artur Dhamo po i kushton një rëndësi të veçantë varietes, ndërsa 2 mjeshtrat e humorit do të jenë sërish në skenë për të risjell edhe një herë Halli Hallit nuk i ngjan, por edhe të tjera variete që do të jenë për publikun vlonjat. Deri më tani nuk kanë pasues, por Afrima Galliu dhe Agron Hamo ndihen mirë nëse në një të ardhme të rinj të talentuar do të mund të ishin vazhdimësia e tyre për të mbajtur gjallë traditën, por edhe atë çka Vlora e ka të shënuar, parodin dhe humorin, që është një tjetër element i rëndësishëm që dallon qytetin bregdetar. Parodi e cila ka sjellë të qeshurat tek qytetarët në momente si të vështira, ashtu edhe festive. Ndaj parodistët e Vlorës mbeten sot emblema e këtij qyteti në drejtim të artit, ndërsa kjo traditë duhet të vijojë.